Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 3 dhjetor dhe ne si çdo ditë tjetër do të udhëtojmë pas në histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë fillimisht me ngjarjet që ndryshuan botën. 3 dhjetori ka qenë dëshmitari i momenteve që ndryshuan botën. Në këtë datë të vitit 1818, Illinois u bë zyrtarisht shteti i 21 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shtuar një tjetër copës në mozaikun e kombi në rritje. Në vitin 1910, dritat e neonit, të cilat sot i shohim kudo, ndriçuan për herë të parë Parisin, fal shpikësit George Claude. Më shumë se një shekull më vonë, në vitin 1967, bota mbeti pa frym, kur Christian Barnard realizoi transplantin e parë të zemrës në Afrikën e Jugut, një ngjarje që ndryshoi përgjithmonë historinë e mjekësisë. Por jo çdo moment ishte i gëzueshëm. Në vitin 1984, Bhopal, Indi, përjetoi një nga tragjeditë më të rënda industriale, duke humbur mijëra jetë për shkak të një rrjedhje kimike. Edhe më afër kohës sonë, në vitin 1992, Britania e Madhe u trondit nga ndarja e princit Charles dhe princeshës Diana, një lajm që dominoi titujt botëror. Tre dhjetori solli gjithashtu në jetë personazhe të rëndësishme për historinë. Në vitin 1857 lindi Joseph Conrad, shkrimtari që eksploroi errësirat e shpirtit njerëzor në romanin e tij të famshëm Heart of Darkness. Në vitin 1886, Karl Mann George Saigban, një gjeni i fizikës që fitoi çmimin Nobel, u bë drita e shkencës. Shkenca u pasurua mëtej me lindjen e Richard Kuhn në vitin 1900, një biokimist i shuar dhe fitues i një tjetër çmimi Nobel. Në vitin 1925, Kim Dae-jung, që më vonë do të bëhej presidenti i Koreasë së Jugut dhe një figurë e paqes globale, erdhi në jetë. Dhe për adhuruesit e kinemas, në vitin 1960, shënoi lindjen e Julianne Moore, aktoreja e mrekullueshme që ka dhënë jetë roleve të paharrueshme. Por 3 dhjetori nuk sjell vetëm kujtime të gëzueshme. Në vitin 1894 u shua Robert Louis Stevenson, mjeshtri skocez i letërsisë, i cili na dhuroi thesar letrar si Treasure Island. Një tjetër yll që u shua ishte piktori francez Pierre-Auguste Renoir në vitin 1919, një ikonë e impresionizmit që ndriçoi artin me ngjyrat dhe emocionet e tij. Në vitin 1989 u ndam nga Andrei Sakharov, një shkencëtar dhe disident sovjetik, një zë i fuqishëm për të drejtat e njerëzit dhe paqen. Dhe në botën e muzikës, në vitin 2015 humbëm Scott Weiland, këngëtarin e fuqishëm të grupit Stone Temple Pilots, një ikonë e rockut modern. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Patatja, e cilësuar edhe si mbretëresha e bimëve barishtore, është një aleat e fuqishme për shëndetin ton. Ajo përmban potasium, vitamin C, karbohidrate, të cilat ndikojnë për të neutralizuar diabetin, ndihmojnë kockat dhe hidratojnë lëkurën. Patatet rezultojnë të pasura me vitamin C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e indeve të shkaktuara dhe të shkataruara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Ndihmojnë jashtëzakonisht aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve. Patatet janë shumë të pasura me karbohidrate komplekse, të këshillueshme për kudo që vuan nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet të shpërbëhen në sheqerna të thjeshtë përpara se të jenë ngurtitur. Pasi mbajnë në kontroll glicemin, patatet të japin ndjesinë e ngopjes, çka ndihmon në mbajtjen në kontroll të urisë dhe humbjes së peshës. Prania e vitaminës C dhe B komplekse ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Tretja,
Me qenë se patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti bën patatet një ushqim të mirë për pacientët dhe për ata që nuk tresin dot ushqimet e forta, por që ka nevojë për energji. Kujdesi lëkurës, vitamina C dhe B kompleks, si dhe mineralet, kalium, magnez, fosfor dhe zink, janë të vlefshme për lëkurën. Reumatizma, vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për një lehtësim në reumatizëm. Patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm apo të jashtëm. Ato heqin inflamacionin të zorët dhe ndihmojnë sistemin tretës. Funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, i furnizimit me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore, siç është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjithë nevojat e përmendura më lart. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak, e cila nuk lë për lodhje trupin dhe bën atë aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesor hekurin. Patatet përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë për këtë funksion. Fosfori dhe zinku, të gjetura në patate, janë të vlefshme për trurin. Përveç vitaminave B kompleks dhe C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, lutein dhe xanthin, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Por, përsëri, patatja ngrej nivelin e glukozës në gjak dhe konsumimi i tepërt mund të çojë në trashje gjaku, gjë e cila mund të vërë në presion të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit diabetik. Gurët në veshka. Gurët në veshka janë shkaktuar kryesisht nga niveli i lartë i acidit urik në gjak. Në raste të tilla, proteinat duhet të shmangen, veçanërisht proteinat shtazore, të tilla si mishi, karkalecat dhe ushqimet e detit. Hekuri dhe kalciumi gjithashtu ndihmojnë në formimin e gurit. Patatja është e pasur me të dyja këto dhe normalisht nuk përshtatet nga kjo pikpamje. Por, kjo është shumë e pasur me magnez, i cili refuzon grumbullimin apo depozitimin e kalciumit në veshka dhe në indet e tjera, duke bërë të dobishëm kundër formimit të gurve. Diarea. Patatja është një ushqim i pasur me energji për ata që vuajnë nga diarea. Pasi patatet treten lehtë dhe janë të buta. Por konsumimi i madh i tyre mund të shkaktojë diare për shkak të goditjes së tepërt të mishtestes. Për biografinë e sotme do të kthehemi pas në histori në një mëngjes të ftohtë të 13 nëntorit të vitit 1850 në Edinburgh të Skocisë. Lindi një djalë që do të pushtonte zemrat dhe imagjinatën e lexuesve anë mban botës. Robert Louis Stevenson, një emër që sot lidhet me aventurat, sekretet dhe hijet e njerëzit. Erdhi në jetë një familje të pasur me traditë inxhinierike, por ëndrat e tij përkisnin librave dhe fjalëve. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë, shëndeti i brisht dhe një betejë e përhershme me tuberkulozin e bën atë një udhëtar të përhershëm në kërkim të klimave më të ngrohta dhe shpesh më të shëndetshme. Por pikërisht ky udhëtim i pandalshëm i dha atij frymëzimin që më vonë do të kthehej në letërsi të pavdekshme. Në rininë e tij ai ndoqi studimet për drejtësi, por nuk e ushtroi kurrë këtë profesion. Pasioni i tij vërtet ishte të tregonte histori. Në vitin 1878 botoi librin e tij të parë, An Island Voyage, një rrëfim për udhëtimin e tij me kaonin në lumin e Francës. Por bota e njohu edhe dashuroi me publikimin e kryeveprës së tij, Treasure Island, në vitin 1883, një aventurë emocionuese për piratët dhe thesaret e fshehura që ende sot manit lexuesit e çdo moshe. Në kërkim të shëndetit dhe inspirimit, Stevenson udhëtoi nëpër botë. Ai jetoi në Francë,
SBA dhe më në fund u vendos në Samoa, një ishull tropikal ku gjeti paqe dhe ku banorët vendas e nderonin si një figurë të dashur dhe të respektuar. Ai vazhdoi të shkruante deri në fund të jetës së tij, duke na dhuruar vepra të paharrueshme. Më 3 dhjetor të vitit 1894, në moshën 44 vjeçare, Stevenson u shua papritur në Samoan e tij të dashur, duke lënë pas një trashëgimi të pashlyeshme letrare. Ishte vetëm një jetë e shkurtër, por ajo u jetua plotësisht me aventurë, imagjinat dhe dashuri për të treguar histori që sfidojnë kohën. Do të vjojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për detin që zhduket. Është pikërisht deti Aral. Në Azinë Qendrore ndodhet një nga katastrofat më të mëdha mjedisore në histori, e shkaktuar nga dora e njeriut. Deti Aral, dikur një nga liqenet më të mëdha në botë, ka humbur mbi 90% të sipërfaqes së tij brenda vetëm disa dekadash. Gjatë periudhës sovjetike, lumenjt Amudarja dhe Syrdarja, që ushqenin detin Aral, u devijuan për të vaditur tokat e Pambukut. Si pasojë, deti filloi të thahej, duke krijuar peizazhe të çuditshme ku dikur kishte ujë, anije të braktisura në mes të shkretëtirës dhe toka të mbuluara me krip që reflektojnë dritën si pasqyra. Por ndikimi nuk ndalet këtu. Kripa dhe pesticidet që ndodhen në tokën e tharë përhapen nga erërat, duke shkaktuar probleme të mëdha shëndetësore dhe ndotje në rajon. Klima gjithashtu ka ndryshuar, dimrat janë bërë më të ftohtë dhe verat më të thata. Sot përpjekjet për të rikuperuar detin Aral janë në proces, veçanërisht në Kazakistanin e Veriut, ku është ndërtuar një digë që ka arritur të rikthejë një pjesë të ujit. Megjithatë, deti siç ka qenë dikur mbetet një kujtim i largët, një mësim i fuqishëm mbi pasojat e ndërhyrjes së pakontrolluar në natyrë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius, Kukës 1 deri në 8 gradë, Peshkopi -2 deri në 6 gradë Celsius, Tiranë 3 deri në 14 gradë, Durrës 5 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 5 deri në 15 gradë, Elbasan 4 deri në 13 gradë Celsius, Berat 5 deri në 14 gradë, Korç 1 deri në 7 gradë Celsius, Vlorë 6 deri në 14 gradë, Gjirokastër 0 deri në 8 gradë Celsius, Sarand 6 deri në 12 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 0 deri në 6 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 5 gradë, Skënderaj -2 deri në 5 gradë Celsius, Pej 0 deri në 6 gradë, Prishtinë
0 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 7 gradë. Malishev 0 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë. Ferizaj -1 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanek -2 deri në 4 gradë. Suharek 0 deri në 6 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 5 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në këtë njëjtin orë. Deri atëherë, mirupafshim.